3 loza, edhe kam fillu më na përshkatu. Unë në atë momente, jem ra pa më rëklu një heq. Jem ra poshtë, më kanë ra 3 trupat pa jetë për mi. Kom qëndru që 7-8 kanë shtim binere. Një orë tuk e këshirë më sëmbeti kështë gjallë. Pas të diku e ka gjuhë dhe bumën dhe në larguar. Ky është Behar Tupilla, i mbjetuar i vetëm i masakrës së Shavarinës në Qikatov të vjetër të Drenasit, i cili vdiq të hënën në Suedi. Tupilla ishte i vetmi dëshmitar i gjallë i masakrës së 1 maj të vitit 1999, ku vran 40 civil shqiptar, i plagosur dhe mbuluar në trupat e të vrarve. Ai arriti të mbjetoj dhe të dëshmoj për gjurmët e krimit serb në një zonë të Drenicës. Vdekja dëshmitarëve të krimeve serbe të kryera gjatë luftës në Kosovë mbetet shqetësim sa i përket dokumentimit dhe faktimit të krimeve. Mendoj që provat e fundit që mund të shfrytëzoj prokuroria, ata janë dëshmitarët, janë duke ndru jetë dhe për fat keq kjo pastaj e vështirëson edhe proceset gjyqësore, po edhe mekanizmat, edhe punën e mekanizmave tjerë që janë kriju për krijimin e këtij narracionit, pra për dokumentimin e krimeve të luftës. Megjithatë, njohës të drejtësisë në vend thonë se pavarësisht vështrimit të proceseve gjyqësore, tregojnë se si veprohet në rastet kur vdesin dëshmitarët sipas legjislacionit në Kosovë. Në rastin konkret në procedurë penale, mundësia hetuese e veçantë, e cila duhet të organizojë në mënyrë që të nxirret prova në kohën kur ka mundësi që nxirret, për të mos ardhur në situatë që pamundësohet nxjerrja e kësaj prove. Njëjtë legjislacioni ka caktuar dhe nxjerrjet para provës në procedurë civile kontestimore. Edhe dëshmitar të tjerë të masakrave të kryera nga forcat serbe, si ajo e Rrezallës, e Pastaselit të Ravecit dhe Reçakut, tashmë kanë ndruar jetë.